أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين Allahum subhanahu wa ta'ala falenderoj, salatat për shëndetjet Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ja dërgoj dhe adresoj familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij të ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, të nderuar të pranishëm, sot me lenin Allahut subhanahu wa ta'ala do të vazhdojmë me rafimin e radhës, i cili rafim është me një njeri nga Bani Israilet, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka tregu dhe e ka rafi se ka qenë një njeri paranesh, i cili ka qenë një njeri i devotshëm, një njeri ibadetxhi. Hadithin e transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij nga shoku i pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë se ka thoni dashmion Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Xhurejxhi ka qenë një rob i devotshëm. Ai ishte i vetmuar në një faltore të vetme për adhurim. Derisa ishte duke u falur, erdhi një ditë nana e tij dhe i tha: "O Xhurejx", e ai ishte në namaz, tha: "O Zoti im, nana ime apo namazi?" Dhe i dha përparësi namazit. Në herën e dytë apo ditën e dytë, prap Xhurejxhi të nesërmen ishte në namaz. Dhe erdhi nana e tij dhe i tha: "O Xhurejx", ai prap tha: "O Zoti im, namazi apo nana?" Dhe vazhdoi namazin. Prap në të tretën ditë ndodhi e njëjta, atëherë nana e tij e bani një lutje, një dua dhe tha: "Mos deksh derisa ta shohësh ftyrën e lavireve." Beni Israilet e përmendën këtë njeri se ishte njeri ibadetxhi, njeri i cili e ka dhuru Allahun te bareke ve taala. Në mesin e tyre dhe e lavdruan, e dëgjoi muhabetin një gruaje e cila ishte lavire, e cila e shit kënamuzin derin e saj, tha: "A doni, nëse doni, unë ta mashtroj edhe ta shoh në ftyrën e vërtetë e tij." Pastaj ajo shkoi dhe ju paraqit atina. Mirë po Xhurejxhi ishte njeri i devotshëm, megjithëse ajo gruaje e cila ju afru ishte stolist, ishte heshu dhe Allah i kishte dhënë bukuri, mirë po Xhurejxhi ishte i vetmuar me Allahun dhe nuk ja hodhi sit fare. Atëherë ajo në shenjë hakmarrje kaloi aty pari një bari, një çoban, boni fahishe zina me ta dhe met me barë shatzane. Dhe kur erë koha me lind, ajo e qiti shpifjen dhe tha: "Ki fëmi, ki voglush është i Xhurejxhit, ai i cili është vetmu me Allahun dhe është duke adhuru Allahun." Atëherë shkun Beni Israilet, ja rënun, ja prishën atë faltorën, që me thonë sikur se xhami, dhe ja fillun të rahin. Derisa ai tha: "Çka është puna që jeni duke më ra? Çka është puna me ju? Pse po më rrifni?" I thanë: "Ja Xhurejx, ti po marrosh i njeri i mirë, por realisht i kanë qenë njeri i ligë dhe i keq. Për arsye se ti pas ke bë zina." Atëherë Xhurejxhi tha: "Mlini ti fali 2 recate." U ngrit dhe u fal, dhe pastaj ju afrua asaj fushës së posa lindur dhe i tha: "Cili është baba yt? Kush është baba yt?" Ai fëmijë posa lindur i tha: "Baba im është filan çobani." Kur e dëgjuan njerëzit fëmijën e posa lindur duke fol, atër shkun dhe e qafën dhe duke e prek, i thanë: "Na fal o Xhurejx, që kemi gabu me tyje, ne mi një razi tash me ta maru një faltore prej ari, prej altani." Jo, thanë: "Ndreshin që shka qenë." Dhe këtu mbaron tregimi, vëllezër të nderuar, dhe ata janë ndërtuan. Mirë po, në këtë tregim të nderuar vëllezër, fillimisht ka disa dobi dhe stacione të cilat do të ndalemi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka në hadith të transmetimeve tjera që ka thënë: "Nuk ka fol te Beni Israilit vetëm se 3 njerëz. Ka fol Isa i biri Mariemës,
sahibu Xhurejj, fëmia që i kanë qitë shpifje për Xhurejjin dhe ashnal pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Të tretën nuk e ka tregue. Disa kanë thonë transmetime që është fëmia i cili nanës vet i ka thonë hudhë në zjarë se jena hak, që kanë thonë ndodhia e ashabul ukhdudit, që inshallah do ta shpjegojmë me lenin Allahut në ditët në vijima të rrafim. Kthehemi te rrafimi jon. Ki rrafim vëllazër na e bën me dije që njeriu ibadetxhi munat me pasën ibadete mirë, po nëse nuk ka njohuri, nuk ka dituri, mundet me gabue. Edhe kështu ka ndodhur vëllazër. Njeriu fillimisht në Islam është ndaluar njeriu munguju dhe me thonë unë do të izolona dhe do të qëndroj vetëm në xhami. Sikur se ndodh në manastire ku priftit apo murgeshat izolohen dhe qëndrojnë aty. Në Islam nuk ka do me veprimet të tilla. Në Islam është ndalueshme njeriu me thonë unë rrin në xhami rregullisht. Lejohet 10 ditë e funit të Ramazanit, ose suneti i pejgamberit alayhis salam, njeriu me hin xhami me qëndru, për çka? Për ibadet. Mas 10 ditë duhet me dal me xhallnu. Në Islam nuk bën njeriu me hin xhami dhe më mshel. Bila Allahu dhe ditën e xumash kana thot fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kur të krijet namazi, thot dini në për tokë, wabtaghu min fadlillah, dhe lipni ka të mirat të Allahut. Që do të thot, në Islam nuk ka vëllezër njeriu mu izolu dhe mu mshelen. Unë hoxha me thonë pari këtu. Andaj vëllezër, në Islam njeri më i mirë cili është ai njeri i cili përzihet me njerëzit. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thënë khairun nasi anfa'uhum linnas. Më i miri prej jush është ai i cili është më i dobishëm me njerëzit. E kush është më i dobishëm me njerëzit? Ai i cili izolohet dhe rrin mal, apo rrin me një xhami i mshelur? Jo, ai i cili përzihet me njerëzit. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, khairun nasi man khalata an-nas wa sabara ala adahum. Më i miri prej jush është ai i cili përzihet me njerëzit dhe bën durim kur ata i qesin ndonjë sprov, ndonjë bela. Njerëzit thojnë, folin, e do më thonë në ato momente ti e tregon sabrin tan kur përzihesh me njerëzit. Mirësinë tonë e kallzon kur përzihesh me njerëzit. Andaj në Islam është ndaluar vëllazër që njeriu të mshelet dhe të rije dikun i izolum. Stacioni i parë është te Xhurejxhi. Xhurejxhi transmetohet që ka qenë njeri tregtar, njeri që ka bërë tijaret. Mirë po kanë friksu që gjatë tregties ka bërë gabime, e ka thonë unë tashti për me i përmisu ato gabime duhet më mshelune, duhet me neti izolum. Edhe kanë mshel, vetëm duke adhuru Allahun te bareke ve taala. Mirë po adhurimi pa dituri vëllazër ban dam. Adhurimi pa dituri ban dam. Andaj njerëzit për me boni ibadet dush me pas dituri, dush me pas njohuri me vetë dikonin. Andaj kur njeriu nuk ka dituri bie shpikje. Shembull e bën një adhurim që se ka bë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Shembull dikush e do Allahun na mos di ç'sh me dasht. Edhe kjo gabim pa dituri. Sigur se me thon dikush tash ti para ikinies, hoxha bëm i fort 8 recate para ikinies. Ne themi jo. Për arsye se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sunet të ikinies, apo që shka në hadith, Allahu e mëshiroft atë njeri i cili i fal para ikindies 4 recate. S'ka thonë 8. Apo hoxha mira se vap, ama s'ka thonë Resulullah. Andaj dituria është shpëtim. Kur njeriu izolohet me njerëzit, çndron me njerëzit, rri me njerëzit, andaj edhe këtu e fiton diturinë, e fiton edhe mirësinë Allahu te bareke ve taala. Një ashtu vëllazër, nga mirësitë të cilat i kupton njeriu në dituri është Allahu subhanahu wa taala e ka veçuar njeriu e ditur kur prishet abdesi, kur mriret abdesi, kur duhet me marr tejmum. Shembull njeri i cili nuk din mundet me emi dikonin dhe e ceka një ditë. Në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sahabët kanë dalë me një luftë. Kur ka dalë në atë luftën, njëri prej sahabëve kanë godit me një plagë. Edhe sahabët i kanë thonë, kanë rënë me flet, ai Allahu ju nderof kanë bë për mullaje, për gusull, në xhum. E kur zhot li fetva për i sahabeve, thot, a ka mundësi me gjithë për mu letësim, zgjidhje, dhe për ti nuk dina letësim, vetë se dush mu pastru me ujë. A i pastruot me ujë dhe deporton ujë në plagën, në varrën shka e ka pas, edhe vdes. Pastaj shkojnë sahabët e pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam i tregojnë, s'kan mshef, se ne me bonit bome, një gabim, ne e mshefna. Shkun të pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë, ja Rasulallah,
Qështu ka ndodhur me njënin prej shokëve tonë. Kem në luftë, në betej, a ju plagos, edhe pastaj i ram me pushu, dashti Zotit që a ish bo për mula, edhe kur u zgju lipi fetfa zgjidhje prej neve, ne i tham atina nuk ka zgjidhje, vetë se mu pasru. Atër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, e keni mbyt, Allah ju mbyt. E keni mbyt, Allah ju mbyt. E keni vra, Allah ju vraft. Kështu ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thonë ilaçi i mosdijes është me vetë. Allahu ka thonë Kur'anin famëlar, "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyetni ata të cilët dinë nëse ju nuk dini. Vëllazër, këtu është një mesele. Kur njeriu është duke u fal dhe është në namazin e sunetit. Në sunet janë disa tolerime. Mone men, ta nxjerrmi një dobi nga ky rrëfim. Në namazin e sunetit janë disa tolerime. Si për shembull, i lejohet njeriu të mu fal ult. Në farz është rukën kusht qëndrimi në kam. Ndërsa në sunet, shembull namazit taravijës dhe kështu me radhë, njeriu lejohet mu fal ult. Mirë, po mu fal ult pa arsye, pa u koni smut, pa pas ndonjë dhimbje, në sunet jam duke fol, jo në farz. Shpërblimin e ki gjys shpërblimi. Shembull, shpërblimin nuk e ki të plot, po e ki gjys. Andaj në farz, në qovë se je për njerëzve që ki ndonjë pengesë, mos mu fal në kam, apo s'munësh me shku në sejdë, dikush me thonë, po hoxha, po abona me rakun e tashtja, se vapën e kam gjysa. Jo, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu i merr raport me laçet për robërit e vet që kanë vepru, tregojnë dhe thënë, o Allah, filoni s'po mundet mu fal në kam, filoni s'po mundet me majtë Ramazan, edhe kështu me radhë, Allah i thot, çish ka qenë gjendje e ti me hershme? A falaj në kam? Po. A ka xheruaj? Po. Atëherë Allah thot, shënoja një robit tem, që ashtu që shka qenë gjendje e ti me hershme. Kjo për ato të cilët falën sot për karika, po kanë ndonjë pengesë. Po në sunet me bo mu fal, edhe ai cili ai shnosh, lejohet, nuk prish punë dhe namazja tamam, mirë po shpërblimi nuk ka sigur ai që i në kom. Andaj këto mesele. Mirë po xhurexhi, vëllezër të nderuar, kanë qenë duke bë ibadet nafile. Andaj lejohet në nafile njeriu me fol llogari me bë vetveten. Lejohet njeriu kur falet me pas menën të Allahu, me pas menën a jam në respekt ndaj babës edhe nanës, me kojshine i kam punë mirë. Lejohet në namaz mi majt mend edhe çto pari, ama jo me bëhe sop pasurien, zeqatin, edhe kështu me radhë. Jo, ati njeriu në ibadet më konë, në raport me Allahun, në raport me prindin, në raport me kojshien. E në këto momente xhurexhi të herë nana vetë. Në çfarë namazi ka konë xhurexhi? Në namaz nafile. Se mu konë namaz farz nuk lejohet me prish. Në namazin farz, për posë se, kur ka ndonjë pengesë, shembull, Allah na ruaj, është duke ndodhur ndonjë zjarr, është duke ndodhur shembull diçka në xharpën, a duke kaq dikonin duke kafshu, lejohet me prish namazin me pengu. Përndryshe në farz nuk lejohet me prish farzin. Nuk lejohet me prish farzin. Është ndaluar. Edhe baba edhe nana. E xhurexhi çka kon duke bë? Është kon duke fal nafile. Në këto momente xhurexhi ka pas dyshim. A më ju përgjigj nanës, a me vazhdu namazin. Ulemaja ka thonë, ti shkon i ditur xhurexhi, me pas një huri, e kish prish namazin nafile. Do më thonën, namazin nafile lejohet mu prish, në qovë se edhin që baba, apo nana jote, apo dikush tjetër, është në nevoj për ty, apo i met hatri, lejohet me prish nafile. Namazin nafile lejohet me dal, jep selam, edhe shkon i përgjigjesh ati antari i cili është duke të thirr. E sidomos prindrit, baba dhe nana, me bo me të thirr, lejohet me prish namazin nafile. E këtu xhurexhi ka në dyshim. A me vazhdu namazin, a me vazhdu me respektu baban apo nanën këtë rast. Mirë po xhurexhi, Allah ju nderoft, vazhdoj namazin e tij. Në namazin farz, në qovë se është duke të thirr dikush, lejohet me përshpejtu namazin. Me fal pak ma shpejt, mi po jo mi prish rregullat e namazit. Edhe me dhon selam edhe mi ju përgjigj. Apo është duke ra telefoni, apo duke ra zilja, lejohet me ngrit zanin që mi tregu atij të cilit është në praninë tone, që mi thonë që jam namaz. Edhe kur ti bi zilës e dikuj, telefonin të dikuj, është sunnet, është edukat, që njeriu me paramenu sa falet një namaz. Në kur thire dikuj shkon musafir, i kira zilës, nuk ka të dalë. I kira zilës, ta shban sabër sa mi fol 4 recate.
Çosa koha namazit të drekës, të ikinis, apo të jacijës, apo e akşamit 3 rekate, e pret derisa ai ta kryej namazin dhe të përgjigjet atij. Kjo nga edukata kur njeriu shkon te dikush apo e thret dikanin. Xhurexhi një ibadetxhi, tash ti vëllezër të nderuar, këtu u ballafaçuçi me mosdije. Andaj dia drit, dia dituria drit, ignoranca terr. Ignoranca është terr. Një popull i cili nuk lexon, vëllezër të nderuar, një popull i cili nuk studion, nuk mëson, ser ka me metën iftijaç, nevojtari dikujna. Dikush me çuën në spital, dikush me abata, dikush me, no, seher dikush edhe letrën atë mollva kur e shkon, kërkesën për pasaport, këshirmi ne apo thon, sidomos gjenerata e re në pismena me të madha, po kupton? Ati prit mos pe shkon dikush atë kërkesën për pasaport, për letër njoftim, nuk di me shkruajt. Kjo analfabet, një shoqëri e cila nuk di me lexu, nuk di me shkruajt, kjo është problemi i madh, o vëllazër. Edhe kjo është edhe në aspektin e adhurimeve, edhe në aspektin e familjar, shoqëror. Ne domthon kemi telashe të cilat duhet të përmirësojmë, Allahu na përmirësoftë ya Rabbel Alamin. Xhurexhi nuk ju përgjigj nanës për shkak të mos diturisë që e pat. Se po të kishte dituri, Xhurexhi kishte më u përgjigjen me ndërprej namazin e tij dhe me bë. Mirë, po nana e tij këtu dul ndjenja e prindit, vëllazër. Sidomos ju trive ju tham. Edhe gjeneratës teme i folin këtë rast. Prindi ka njerë ka dëshirë vetëm me tani zonin, me të pa. Nuk ka nevoj me termin të baba dhe nana, me të pa tije. O pëtën, skeve, termin me bane. Jo, baba dhe nana për ti janë 24 orë të dushmi përgjigj ative. Për arsye se ndjenja e prindit, sikur sot ne që jemi bo prind, gjenerata jonë, qashtu edhe baba dhe nana jote do tije, ka të ndjenjen me tani zonin. Paramenone, ka nan, na tregoj ke njerë muftia i Kërçovës, rahmet i pa shpirti, që ja bo për rahmet aj, tha vishan kot Jugoslavijës për para, tha si hoq, me shërbi, tha na për qytet, në Shkup, tha na për vazifin a qëshin, e tha u dishke mu këthi në Kërçovë, tha nana jime, në shenjë, tha që mdoj ke shumë, tha unë u vanojsha në për xhamia në Ramazana, po këshume radhë, tha u vanojsha deri sa shkësha ora 1-2, tha ajo qutë, deri sa e nike derën që mshel, unë ngrit ke i bike derës dhomës, a jeti a kjo ardho filan. Domthon, ndjenja e prindit është e tillë që nuk rahatohet pa të po ti rahat. Andaj, o i nderuar, mundohu që ti, kur thire baba, po nona jote në telefon, mundohu mi ju përgjigj. Mundohu mi ju përgjigjmi njerë, se liderave, kshefave, mi njerë ju përgjigjmi. A mu kon baba edhe nona, silent, pazon. Nuk prish puni, i përgjigja mas 2 orëve, i përgjigja mas 3 orëve. Vëllezër të nderuar, baba dhe nana e kanë një status të veçantë në Islam. Allahu subhanahu wa taala e ceka dhe ligjëratën e djeshmit. Allahu subhanahu wa taala i ka ngrit në raport, në respekt pas adhurimit të Allahut me njerë baba dhe nana. Saqë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kënaqësia e Allahut është e kënaqësia e prindërve. Kënaqësia e Allahut është e kënaqësia e prindërve. Hidhrimi i Allahut është e hidhrimi i tyre. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah e ka bo emër, caktim, urdhër, vajib, farz, që me respektu Allahun, me adhuru Allahun dhe me respektu babën edhe nanën. Kjo urdhër, vëllezër, nuk ka higale. Që do të thotë njeriu i cili don me respektu babën dhe nanën, ta di që është duke kënaq Allahun te bareke wa taala. Këtu vëllezër e pa ndjenjen e nanës. Po ndjenja e nanës ka një herë vëllezër mundet me te i kaluat dhimbshmëria e nanës ku nuk i përgjigjet te i kalon me diçka tjetër. Çka ke ajo? Ajo vëllezër ke që nana u zemru, u hidhru. E hidhrimi i nanës është hidhrim me Zotin te bareke ve taala. Edhe njëri duhet me pas kujdes, mos me leju vetin me te i kalu aty. E stacioni i ditë është raporti i prindit me evladin. Keni kujdes, mos bani dua ndaj evladëve të juaj për të keqe. Sa Allahu subhanahu wa taala mundet më kon të çast moment që Allahu tra pranon lutjen tone. 3 lutje Allahu nuk i refuzon. Dëgjoni mirë. 3 dua Allahu nuk i refuzon. 1 duaja atij të cilit i ki bë pa drejtësi zullum, Allahu ja ban kabul. A ke musliman, a jo musliman, Allahu ja ban kabul. 2 duaja e xheruesit, Ramazanlijës, Allahu ja ban kabul. 3 duaja e babas edhe e nanës ndaj evladit. Andaj shfrytëzoje këtë armë, o i nderuar babë dhe nanë. Shfrytëzoje këtë armë e cila është arma e duas. Kur nuk e ki evladin tanë të rezi,
ngriti durt, e cila është duaja, lidhja e drejt për drejtshme me Allahun te bareke ve teala, e cila nuk do as abdes, nuk është e nevojshme as ka kindje mu kthi, bile ka një rast durt mi ngrit, mjafton lutja dhe përshpëritja me xhunë, me thonë o Allah i madh, e kam këtë vlad në rrugën e gabueshme, drejtoj ma ja Rab. Subhanallah, me bo dua kundër e vladve, mundot Allah me ta bo kabull dhe pastaj ti bje pishman. Mi po mirësia e Zotit është Allah nuk përgjigjet çdo herë në lutjet e prindërve apo në lutjet e tona nga urtësia e Zotit. Jo që ne se meritojmë, mi po nga urtësia e Zotit që Allahu e din, ka njerë si aban babave dhe nanave tona kabull duat kur ata janë të hidhrum, nervoz me neve. Allahu na falë ja Rabbil Alamin. Nuk ka diçka do me mon kalimthi ose me thonë diçka kaluse nuk prish ka punë. Jo. Këtë esenca e kësaj teme është ibadetxhia i cili nuk e ka përgjigj thirrjes së nanës vet. Ky rafim na tregon se si njeriu duhet ta kese raportin me babën edhe me nanën. Mirë, nana e tij e boni një dua, e cila dua në shikimin ton nuk është diçka e tmerrshme. Cila ishte lutja e asaj nane? Tha mos vdeksh o Xhurejx, pas provu Allahu mi po ftyrat e lavireve, ftyrat e grave që e shesin derin e tyre. Dhe kështu ndodhi. Nuk shkoj shumë kohë, Xhurejxhi ja filloi të lavdrohet në popullin e tij. Ja filloi që është një njeri ibadetxhi, adhuruesi Allahu te bareke ve teala. Dhe ja fillon ata të respektojnë, ta nderojnë, mi po dhe ta xhelozojnë. Mone men, kur ti ser bot ndaj njerëzve të mirë. Njeri i keq, i cili piraki, bën bixhozlum, komar, pi drog, ai është normal në shoqëri. Edhe kur kush nuk e shikon me synin çish me përmisu ata apo me ngrit ata. Problemi është njerëzit yrnek, njerëzit e mirë. E ki po me kanë problem. Kam problem me një profesor të mirë, me një mjek të mirë, me një host të mirë. Ai është target i njerëzve. Vazhdimisht ai sulmohet që nuk është njeri drejt, nuk është shumë, vetëm me gjetë alibi arsye që mja ule autoritetin. Sidomos unë po foli për kolegët, hoxhallarët, shpesher ne ndoshta nga mos vetdia, nën vetdia, pa vetdije, e lejojna njerëzit me neve me na fol, me na ul autoritetin, edhe unë e bona razi kur fol për kolegën tem. Unë jam qëndroj me një mezhlis, ai fol për një hoxh, mu mba qefi se për Musa të fol për atë qetrit. Edhe ne automatikisht jemi duke ul nivelin e shoqërisë për secilin. A ke hoxh, a ke mjek, a ke kryetar, po diçka ke, ne munomi njerin yrnet me ul. Nuk i hapna domon shtime që ta shohna më të para, Allah na përmirësoj. Kështu ndodhi edhe me këtë popullin e Beni Israilve, me popullin e Xhurejxhit dhe banorët e atij vendit. E çka banon? Thanë t'ja bëjna një hile. Çka hilja? Hilja ati ishte një vajzë e cila ishte bukur, tërheqëse dhe vendosi ajo që ajo dalë në mënyrë vullnetare, pa i dhënë pare, tha unë ja baj kurthin. Unë e bin kurth. Shka në kurthi? Unë shkoj ja shpalosi stolit heshin e trupit tem që ajt bere në fahishe dhe në zina. Mirë po robi Allahut i përkushtum ndaj Allahut te bareke ve teala nuk e lejoj vetin të bere në atë pozit. Dhe ajo nga xhelozia që s'mujke me paramenu, kjo vajzë e cila e shit këna muzin e saj, nga ajo që ajo nuk mujti me paramendu një njeri i tillë, njeri i thjesht nuk po më këshirë, subhanallah, njeri shkajtutet Allahut nuk e këshirë. E shka ndodhi? Ajo vendosi që ti hakmirët në punën më të fliqët. Shka masi, ti nuk ba me mu fahishe, ta shka ka me gjithë. Shkoj dhe kaloj aty pari një çoban. Edhe ra në zina me ta. Edhe met me barë dhe shtatzane. Edhe kur erë koha me lindën, aje e lindi fëmijën dhe shkoj dhe i tha të pranishmeve, ja kjo është fëmija i Xhurejxhit. Baba i kujt? Bab e ka Xhurejxhi. Mirë po erdhën ja prishën minjerë ju vorsulën Xhurejxhit, shkun dhe ja prishën atë faltorën e ti dhe fillun të arrejnë. Xhurejxhi normal një ibadetxhi i Zotit, nuk pe din rrethonat që ka ndodhen. Atere tha, a ka mundësi ta di për çka tu më rrejnë ma prishet këtë faltorën time? Tha, nja Xhurejx, ti ki bo zina, mos o ban njeri ndershëm. Ti e njeri mekatar, ti e njeri gjunaqar, ti e njeri kriminal, i cili ki gabue. Mos u marro që e njeri mirë. Kështu i thënë vëllazër, sa herë të mirëve. Mirëve i thënë ti çfarë sherrri ki, ti marrosh çto hoç, ti me zor marrosh snaf, me zor ti marrosh, ti çfarë pisi je, vetëm ne e dina, po ti skallzosh.
Edhe kështu sa është ky luftim ndaj njerëzve të mirë, vëllazër. Etiketohen njerëzit e mirë që janë ekstremistë. Etiketohen njerëzit e mirë që janë njerëz analfabetë të prapambetur. Kështu i jepet ajo kohja dhe për fat të keq që njerëzit pe pranojnë. Sot pe pazari, media ti shlojnë edhe ja fillojnë për ty me fol keq, para ata me fol keq. Sot problemi më i madh, e dini çka, janë sehirbazët, të cilët në kohën e Firaunit ishin, domethënë sehirbaz që i banën rivalitet Musa alayhis salam, ndërsa sot mediat e luajnë rolin e tij. Subhanallah, pak më herët duke përgatitur ligjëratën edhe duke këshir shfletuar me ndodhinë e sodit që ndodhi në shtetin ton, ku i shprehim ngushëllime ative dhe inshallah Zoti nuk na sprovon neve e familjarëve sabër dhe durimin të ative familjeve. Në këtë rast vëllezër, çka ndodh e poshtë në media vëllezër, duke e i dhënë hoft madh shka njerëzve të gjinisë së njëjtë. Allah i nderoj dylberave. Dhe duke i shti në emision mëngjesi që janë as plus 18, i thej ka i moderatorja puthe. Njani që ka kanë konë me këto shtëpite e famshme në thojza, se janë ato të famshme, ato për fat keqin, i thejken media midis drekës, puthe që ta shofi njerëzit që ti je krenar me atë shka je. Këtë e në sehirbazët. Sot me dal një hoxh, një njeri mirë, me luftu ata, më njerë etiketojnë që është njeri ekstremist, njeri cili nuk e ka të drejtën me shpreh njerëzit liri, më njerë, edhe pastaj ti miru veshti me një dënja pastaj. Kështu ndodhe edhe me Xhurexhi, vëllezër. Kur Xhurexhi ishte i Badexhit, dashëm ja boni truk, një kurth, dhe kurthi ishte që Xhurexhit ja çun lavirën. Lavirja kur e po që nuk mundet mi bëhe, vëllezër, kur nuk mundet i keqi me të bot i keq, ka dëshirë që me ta përhap ti që je i keq. Nuk mundet, atëre përhap. Dhe Allahu thënë Kur'anin famlar, Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Allahu don mi afal juve, mirë po ata të cilët i pasojnë e pshet e tyre kanë dëshirë që të bëni njëjtë sikur ata. Domthon mesin e njerëzve të mirë, vëllazër, mesin e njerëzve të mirë, kur është i miri, ta dini që munohen ato për rreth mi qetë biftane dhe shpifje që vetëm e vetëm mos kese pritje ajo thirrje e tij, mos pranohet, mos kese platformë. Bani zina me bariju me çobanin, e lindi fëmijën, shkon dhe i thanë që ki fëmijë i joti është o Xhurexhi dhe e rrefën, si çdihet. Mirë po, Xhurexhi këtu tha a ka mundësi të fali namaz, dhe i fali 2 rekate. Dhe pas atyre 2 rekateve shkoi dhe i preki fëmijën. Këtu është dobia e evlijave. Ki akon njeri evlija, a më jo i ditur, njeri i cili Allah i ka dhënë inspirim shka me bon, se realisht ki ke i pa ditur, se mos kish ndodhë mos me respektu nanën, s'kish orë pasoja ki mu akuzue. Mirë po ki kur nuk e respektoj nanën, si pasoj e mos diturijës, i erë pasoja që ki mu akuzu që janë zinaqarë. Edhe shka ndodhi, shkoj dhe e prejka fëmijën. Kër e prejka fëmijën, vëzër, dashti Allahu te bareke ve teala që mi shku atina dhe me fol aj dhe me thonë nuk ka baba jem Xhurexhi. Po kush ka baba jot? Baba jem është filan njeriu. Vëzër, këtu janë disa dobi, prej dobijës së parë, të cilën e nxjerrmi këtu na, është çdo punë kur ta kish ti me Allahun te bareke ve teala të lidhur, apo ki një dert, namazi është shpëtim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kish ndonjë halli thëke Bilalit, erihna bis salati ya Bilal, na rahato me namaz o Bilal. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu që vazhdimisht në namaz e ka gjetë shpëtimin. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i vdiq njëri prej fëmijëve, falni, Abdullah ibn Abbasit, djalit i Axhës pejgamberit, i vdiq një fëmijë. I lajmi që të ka vdekë vladi, mur abdes edhe i fali 2 rekate. Të pranishme të habitën, tha një Abdullah, pse tu fal namaz kur vdese dikush ti dush me thonën inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pse po fal namaz? Tha nuk ka thonë Allahu në Kur'an wasta'inu bis sabri was sala, mbështetuni me namaz edhe me durim, inna Allaha ma sabirin, Allahu është me durimtarët. Andaj namazi është vëllazër zgjidhja gjithçkajt. Mas afërmi që është robi me Allahun është në sejdën e namaz.
Andaj tha Muhamedi alayhi salatu wasalam, bani dua. Namazi vëllazër është shpëtim. Namazi është dritë në dynjë. Namazi është argument në varr. Namazi në ditën e gjykimit nuk kanë me të djeg. Allah na ruaj inshallah nga zjarmi i xhenimit. Nuk kanë me të djeg pjesë e trupit ku ti ke ra sejdë. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam punën e parë që tha njeriu ka më vetë në varr është namazi. Namazi është shumë e rëndësishme. Namazi ta drejton jetën. Namazi nuk le ti me bëj vepra të cilat Allah nuk i don. Pse po thua gjë kështu? Ka thënë Allahu te baraka te në Kur'an, inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtet namazit largon nga punët e këqija. Andaj dhe transmetohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shtuat kur e ngacmoi ke ndonjë punë ishte e vështirë, fazia ila salat, ka shpejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për në namaz. Vëllazër, kur evliat sprovohen, Allah ju del ndihmë. Kur njerëzit e mirë sprovohen, Allah ju del ndihmë. Kjo është premtimi i Allahut te bareke ve taala. Allahu than Kur'anin familjar, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dhe kush i ka frikën Allahut, Allahu atij i gjel rrugdalje. Andaj edhe këtu Xhurexhi kur u sprovue me sprovën e akuzës, i dul ndihmë Allahu te bareke ve taala. Unë prapo tham, me bon ne mu akuzu une konkretisht. Cili është krediti jem që une me lipa prej Allahut shpëtim? Shka muj mi thonë Allah, o Allah, une se kum bo qëtë pun, po janë duke ma akuzu njerëzit. Ku është krediti jem? Cili është krediti që unë me thirë dikanin? Në këtë ras Allahun te bareke ve taala. Andaj njeriu duhet boje vepra, edhe kur ka bo gabime, duhet boje vepra të mira të cilët ja shlyin gabimet. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e dërgoi Muadhin radhiyallahu anhu për në Yemen, çka i tha? Ja Muadh, ittaqillaha haythu ma kunt. O Muadh, ki frikën Allahut kudo që të jesh dhe pasoje gabimin kur të gabojsh me një të mirë, se e mira e fshin të keqen. Njeriu duhet të investojë të keset Allahu kredit o vëllazër. Kur nesër beren i sprov, kur ti çojsh durt me pas Allahu me të përgjigj. Xhurexhi ishte një njeri ibadetxhi, një njeri i cili adhuronte Allahun te bareke ve taala, andaj edhe Allahu i ndihmoi. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allahu po thot, Allah është mpalën ndihmën atyre të cilët janë besimtar. Allahu na bë prej tyre ya Rabbul Alamin. Andaj një rezume i shkurt vëllazër, njeriu i ibadetxhi, njeriu i cili e njeh Allahun te bareke ve taala, njeriu i cili i përgjigjet Allahut, Allahu i del në pa. Amo njeriu i cili se ka njoft Allahun, Allahu se njata. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Imam Tirmidhiu, i tha djalit të axhës vet, Abdullah ibn Abbasit, ja gulam, ihfazillah yahfazuk. O voglush, kujdesu për Allahun, Allahu do të kujdeset për ti. Ruaj Allahun, Allahu të ruan ti. Kjo është rregulli. Ti i ruan Allahun, Allahu të ruan ti. Hoxha çish me rujt në Allahun, mi rujt kufit e Allahut mos mi shkel. Mi zbatu urnat e Allahut. Allahu i forza çka ka thënë mi i bën. Kjo është ti me rujt Allahun. Me një hadith tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifuka fi ash-shidda. Një Allahun kur i në mirësi, në rahati, Allahu ka me të njoft tije kur ti je në zor. Një Allahun kur i në bollëk, Allahu ka me të njoft në vështirësi. Ama ti se një Allahun kur i kon mirë, kur i kon rahat, abe duhet me njoft Allahun njeriu edhe kur ka dhe kur s'ka. Se kur s'ka, normal është me njoft Allahun. Bile është një rregull në ekonomi, thënë ekonomist është njeriu kur ka, se kur s'ka keq e shtridhin. Ama kur ka njeriu që atër duhet më konë ekonomist. Edhe në ibadet, njeriu duhet me njoft Allahun kur ka, jo kur s'ka. Në mirësi mund është me bo zina, në mirësi kur ki pare kam përshëtim, mund është me bo gjunaj qera, me pije, koj ditë qka, loj më kati. E që atër me njoft Allahun është një met i madhë, mirësi e madhe. Andaj tha pejgamberi Allahut, ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifuka fi shidda. Rezume i shkurt, shka bëjmë dobi për këtij hadithit, apo për kësaj ngjarje. E para vëllazër, ka shumë, besoni që janë përmi 30 që i kum numru, mi po do të mundona shumë pak një 5.000 cik, jo me dash me shu. E para është respektin e i babës edhe nanës. Nga këtu, nga kjera fin, atyre të cilët ju ka vdek baba dhe nana dhe ndoshta kanë gabu, du të mu pendue. Me bo tobe dhe istighfar. O Allah, falë mu prendiret e mi. O Allah, më mësot që atat më bajnë Allah për gabimet që ka kumba. Tobe vazhdimisht. Allahu të barë këtëra e ka bo prej punëve më më rëndësi
që me respektu babën edhe nanën. Këtu e pam do në pasojë e mos respektimit të babës edhe të nanës, shka e punën me xhuregjin. Dy vëllezër është xhelozia e shoh në vazhdimisht xhelozia ndaj njerëzve të mirë. Xhelozia dhe me nxit akuzë dhe me bë problem ndaj njerëzve të mirë. Mirë po Allahu te barek ve teala shka ka thonë në Kur'anin famëlar, inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allahu është në palën e atyre të cilët i kanë frikën Allahut. Vazhdimisht Allahu i ndihmon. Ama i ndihmon në dunjë? Jo, ka njerëz që ndihmon Allahu në dunjë. Allahu ka njerë në dunjë i le njerëzit me fol, që me ngrit ata për shka akuzohet ai tjetri. Ata i ngrit në ahiret, ama në dunjë ja ul vlerat. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonën që shpërblimi i njerijut është në botën tjetër. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashaddu nasi ibtilana al-anbiya. Njerëzit më të sprovuar janë pejgamberët, pastaj ata të cilët vinë në rangun e tyre. Tre vëllezër, Allahu subhanahu wa taala kura akuzohet feja në tërsi, Allahu e mbron. Individat ka njerë mundësi, Allahu milanon. Shembull, akuzohet hoxha, bexheti, ama jo islami, Allahu ka njerë bexhetin e le. Ama kur akuzohet islami, man e men, akuzohet fetaria një personit, Allahu e ndihmon. Andaj edhe këtu Allahu në esencë me prek një evlija, subhanallah, me prek një fëmijë, me fol. Kjo është vetëm se Allahu ka dashur me pastru ibadetin që i bot ndaj atij, jo xhuregjin. Po ibadeti që i bot Allahut, mos me thonë që Allahu e like evlijat e vet me dështu fejnë e vet, këshire çfarë feje? Fetar, ama Allahu si ndihmon. Feja, jo në personi. Wallahi xhuregji ta kish prejke edhe gurin, edhe guri kish fol. Na bësona që fol guri, wallahi fol guri. Edhe këta e kena me bindje. Çish fol guri? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, wallahi e moj men, para se mu bo pejgamber në Mekke, duke hec, i nisha selam duke më thonë dikush, kur u kthesha nuk kish kurkush. Guri ka thonë pejgamberi tonë sallallahu alaihi wasallam selam. Ka paralemru dhe ka lemru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që në akhir zaman ka me fol guri dhe ka me thonë, o musliman, eja se pas meja, një qifut, eja dhe mbyte. Kjo është hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka me fol guri. Andaj ne e kemi bindjen, jo insan. Sa e fëmija ka qenë insan, që është natyrë me fol kur të rritët, ama duke qenë direkt, nuk ka natyrshme. Andaj këtu Allahu i del në ndim besimtarve dhe fejës vetë, kura i dëshiron gjelle shanu o gjelle gjelalu. 4 vëllezër prej dobive, e shoh në serë kur të kish belas, prof, shpejto për në namaz. Në namaz është ilaçi, në namaz është shpëtimi. Andaj kerametet, mirësitë që i ndodhin besimtarve është nëpërmjet namazit. Kur mos ju doj namazin nëse don, i e nervoz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dini ç'na ka porosit. Me thonë udhu billahi minash shaitanir rajim. Nuk të kalon mu ul, nuk të kalon mu shtri, nuk të kalon me mor abdes, nuk të kalon mi fol 2 recate. Apet te namazi. Andaj njerëzit po ti morin me rrjedhje kur ti je nervoz, me thonë udhu billahi minash shaitanir rajim. Mu ul, wallahi ka me të nimu. Allah na bëj për atyre që i respektojmë këto porosit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e fundit vëllazër, Allahu ju jep keramete evlijave, edhe pejgamberve. Mirë po, kerametet e pejgamberve dhe të evlijave dallohet ku se pejgamberët mundën me bë kur dojnë. Shembull, Hazreti Isa alayhis salam e ka shëruar të sëmurin, apo edhe ka ngjall të vdekurin që ka në ajet. Musa alayhis salam e ka pas shkopin kur ka dashur e ka shndruar në xharpar. Që më i tragu që magjia juve nuk ka kur gjon. Mirë po evlijat nuk e kanë këtë mirësi. Me thonë evlijat, mane men, si të e dikush për njerëzve. Ta shë elhamdulillah, jam paksu, po ka pas për para. Ta se ka thonë jam evlija, unë e baj qështu. I bën Tejme dhe Imam Shafiu, rahimullah, thënë, që se dikush për evlijave. Thotë që i tash, unë e ka me bërë që ta, dine që e rëndësak dhe është gënjeshtar. Aja është dëgjall në esencë. Andaj dalimi i keramateve edhe mugjizeve, se mugjizja mrekullia është që pejgambert e bëjnë kur dojnë, me lena Allahut. Evlijaja i ndodh spontanisht, jo kur dojaj. E pse xhuregjit i ndodhi ki keramet me folën, fëmija? Për arsye se ki ke i bindur që Allah ka me ndihmue. Andaj ki shkoj mur sebebet, fali namaz, u pendu, edhe shkoj e prejkja të fëmijen, o ti fëmijën e iman të Allahut, kalzëve kusha baba jot, edhe a i foli.
Vëllezër të nderuar, pa dosh me zgjat, lut Allahun te barekuta nga kjo rafim të mormi mësime dhe derse të cilët janë të dobishme për neve, e sidomos dersi më i madh është ser që i kemi raportet keq me prindërit, ta dini që është i dhëruar me neve dhe Allahu, dhe për me zgjidh çdo problem është namazi, ilaçi. Allahu na bëj prej tyre ya rabbul alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpërblet. Faleminderit, Allah i nderoj. Amin.